Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues, nisim së bashku edicionin e lajmeve, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të tij. Kremtohet Fitër Bajrami në Shqipëri, kreu i komunitetit mysliman shqiptar Bujar Spahiu, lutemi për besimtarët në zonat e konfliktit. Çmimi i naftës fluturon, qeveria jon zgjohet për të vepruar pas së shembullit të Italisë. Emisioni Veting sjell prova të reja për Erilinda Lalën, shkelje dhe lidhje me kontrata disa milionshë. Rama tha se jeton me qira, por sipas të dhënave ish drejtoresha e Akshit, Mirlinda Karçanaj, ka 4 apartamente dhe një ullishte. PPE nxin Shqipërinë, dërgon raport në Parlamentin Evropian, korrupsion, zgjedhje të kontestuara, reforma të vonuara. Ervin Staliani hyn në garë për kreun e Partisë Demokratike, ngresh shqetësim për procesin zgjedhor të 23 majit. SBA-ja godet rrjetin kibernetik iranian, Shqipëria u regjistrua për shkak të opozitës mek të strehuar në Manës. U arrestua për shtëpinë e barit në Peqin, lirohet drejtori i burgut të Rogozhinës, magazinat i përkasin të vëllait u faktua nga përgjimet. Besimtarët mysliman kremtojnë sot Fitër Bajramin pas mbylljes së muajit të Ramazanit. Në ceremoninë e faljes së namazit, kreu i komunitetit mysliman shqiptar Bujar Spahiu gjatë fjalës së tij vuri në dukje rëndësinë e agjërimit, tha se lutjet tona në këtë ditë të shenjtë shkojnë për besimtarët në zonat e përfshira në konflikt, pasi ata nuk mund të festojnë për shkak të pasigurisë. Në mbyllje të muajit të shenjtë të Ramazanit, besimtarët mysliman kremtojnë sot Fitër Bajramin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Në kryeqytet, mira besimtarë mblodhen në sheshin Skënderbej për faljen e namazit në ditën e Fitër Bajramit, në ceremoninë e organizuar nga komuniteti mysliman i Shqipërisë. Kreu i KMSH-s Bujar Spahiu uroi besimtarët duke theksuar rëndësinë e solidaritetit dhe ndihmës për ata në nevojë. Në fjalën e tij, Bujar Spahiu nda urimin e tij në përfundim të muajit të shenjtë, duke vënë theksin se lutjet shkojnë për të rikthyer paqen në zonat e konflikteve, aty ku mira njerëz vuajnë dhe kanë pasiguri. Në shumë vende të globit, në lindjen e mesme, njerëzit e presin Bajramin në rrethana të vështira, konflikti dhe lufte. Konfliktet, luftrat dhe padrejtësitë vazhdojnë të marrin jetë njerëzish të pafajshëm. Ka familje që sot nuk e ndjejnë gëzimin e kësaj lutje, e kësaj dite, por dhimbjen e humbjes dhe pasigurinë e së nesërmes. Në këtë ditë të bekuar, lutjet tona shkojnë për të gjithë ata që vuajnë, për fëmijët që rriten mes frikës dhe zhurmës së luftës, për nënat që presin me ankth një lajm për bijtë e tyre dhe për popujt që kërkojnë paqe dhe drejtësi. Kreu i komunitetit mysliman Bujar Spahiu tha se feja islame predikon paqen dhe mëshirën për të gjithë besimtarët. Ai shtoi se është përgjegjësi e shoqërisë të kultivojë këto vlera në çdo kohë dhe vend. Gjatë këtij muaji ne u përpoqëm të kontrollojmë veten tonë, të ruajmë gjuhën nga fjala e keqe, zemrën nga urrëtia dhe veprat nga padrejtësia. Fitër Bajrami është dita kur gëzimi takohet me mirënjohjen, është dita kur familjet bashkohen, kur miqt takohen dhe kur zemrat hapen për falje e mirësi. Por kjo festë nuk është vetëm një moment gëzimi, ajo është edhe një thirrje për përgjegjësi, sepse besimi i vërtet nuk matet vetëm me lutjet tona, por edhe me veprimet tona në shoqëri dhe në marrëdhënie me njerëzit. Dita e Fitër Bajramit ndër më të rëndësishmet te besimi islam. Besimtarët mysliman kremtojnë agjërimin dhe sakrificën e një muaji agjërimi, duke takuar të afërmit e tyre, dhuruar për të pamundurit e më pas mblidhen për të festuar në drekën familjare. Festimet e Fitër Bajramit ushtrinë në të gjithë vendin, ku mira besimtar morën pjesë në faljet e mëngjesit dhe aktivitetet festive. Nga qytetet kryesore deri në zonat më të vogla, kjo ditë u shoqërua me mesazhe paqeje, solidariteti dhe bashkimi mes njerëzve. Allahu Akbar.
Besimtarët musliman në të gjithë vendin kanë festuar sot Fitr Bajramin, një nga festat më të rëndësishme të kalendarit islam, duke përmbyllur një muaj sakrifice, lutjesh dhe përkushtimi gjatë Ramazanit. Në orët e para të mëngjesit, mira besimtar ju drejtuan xhamive, shesheve dhe ambienteve të hapura në qytete të ndryshme të vendit për të falur namazin e kësaj dite të shenjtë, duke krijuar një atmosferë paqeje, solidariteti dhe bashkimi. Nga Kuksi në Gjirokastër, Elbasan, Korç, Durrës, Shkodër, Fier, Berat, Puk e deri në Dibër, mira besimtar u mblodhën në sheshet qendrore të qyteteve, në xhami apo edhe ambiente të tjera publike për të kryer ritualin e faljes. Myftinjt në mesazhet e tyre theksuan rëndësinë e besimit, faljes, familjes dhe solidaritetit, duke bërë thirrje për më shumë dashuri, unitet dhe kujdes ndaj atyre në nevojë. Pas përfundimit të faljes, besimtarët shkëmbyen urimet tradicionale dhe vijuan me festimet pranë familjeve të tyre, me vizita tek të afërmit dhe organizime të ndryshme festive. Në disa qytete, atmosfera u shoqërua edhe me aktivitete simbolike dhe nisma bamirësie, duke e kthyer këtë ditë në një moment reflektimi, gëzimi dhe afrimi mes njerëzve në mbar vendin. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Emisioni Veting në News 24 ka publikuar prova të reja për shkeljet e drejtoreshës së tatimeve të Tiranës, Erilinda Lala. Ajo bashkë me bashkëshortin kanë gjithashtu lidhje të dyshimta me kompaninë e biznesmenit Arbër Abazi, duke ngritur kështu dyshime të forta për kontrata publike me vlerë miliona euro. Emisioni investigativ Veting ka zbuluar një seri dokumentesh dhe fakte që jedhin dyshime të forta mbi drejtorinë rajonale të tatimeve Tiranë, ku në qendër janë drejtoresha Erilinda Lala dhe bashkëshorti i saj Tauland Kurdroli. Materialet tregojnë lidhjet e tyre me kompaninë Alcoimplex General Construction dhe administratorin Arbër Abazi, duke ngritur dyshime për përfitimin e kontratave publike me vlera miliona euro. Hetime për këtë kompani janë pjesë e SPAK-ut, ndërsa lidhjet e familjes Lala Godroli me institucionet publike ngrenin pikpyetje për konflikt interesi. Lala ka përfaqësuar institucione publike në procese ku bashkëshorti i saj ishte i përfshirë si jurist i kompanisë, duke e krijuar dyshime për ndikim në vendimarrje në Komisionin e Prokurimit Publik dhe në gjykata. Një rast i rëndësishëm është tenderi për pastrimin në Tiranë, ku Alcoimplex SHPK u skualifikua, por më pas u rikualifikua dhe u shpall fitues, pavarësisht dokumenteve të paplota dhe kundërshtimeve nga operatorë të tjerë. Gjithashtu, një projekt ndërtimi në Kavaj me vlerë të paktën 20 milion euro dyshohet se është miratuar pa procedura të rregullta dhe pa dokumentacion të pronësisë. Emërimi i Lalës si drejtoreshe tatimeve në maj 2025 ka qenë i komanduar pa përmbushur kriteret ligjore, ndërsa dokumentet e DAP-it nuk japin sqarime të plota për këtë fazë. Hetimet janë duke u zhvilluar edhe për ministrin e financave Petrit Malaj për rolin e tij në emërimin e drejtoreshës Lala, duke e përfshirë në hetime për procedurat e komandimit dhe lidhjet me tenderat e dyshimt. Çifti Lala Godroli dyshohet gjithashtu për fshehje të ardhurave dhe pronave, duke mos e deklaruar ato pranë ILDKPK-s, përfshirë të ardhura nga bizneset dhe aksionet në kompani koncesionare. Institucionet përgjegjëse, përfshirë DAP dhe ILDKPK-i, nuk kanë dhënë shpjegime të plota, duke lënë boshllëqe në transparencë dhe duke bërë hetim publik të domosdoshëm. Veting thekson se vetëm drejtësia mund të japë përgjigje përfundimtare për të rrjedhë dyshimesh që prek administratën, fondet publike dhe pronat private në bashkëpunim me drejtues të lartë shtetëror. Ndërkohë që kryeministri Edi Rama ka thënë disa herë në fakt se ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçana jeton në një shtëpi me qira, të dhënat tregojnë se ajo zotëron 4 apartamente me vlerë qindra mijëra euro si edhe një ullishte. Kryet skuadrës Akshit është një grua që ka respektin tim të padiskutueshëm, Linda Karçanaj, e cila sot është mas sigurie në një shtëpi me qira ku jeton, pasi ka jetuar deri pak vite më parë në shtëpinë që dikur ishte e prindërve. 2 muaj pas kësaj deklarata, faqja Faktoi Epikal zbulon që ish drejtoresha Akshit Mirlinda Karçanaj jo vetëm zotëron banesë, por ka në pronësi 4 apartamente, si dhe një ullishte prej 1500 metër katror, përkatësisht 2 në bashkëpronësi dhe 2 në pronësi të plotë. Faqe analitike shkruan se analiza e deklaratave të saj pasurore mbi 21 vite tregon një panoramë shumë të pasur sa ajo që e paraqet kryeministri. Në 2007, kur ishte drejtoreshe e teknologjisë së informacionit në Bashkinë e Tiranës, Karçanaj deklaronte 25% të një apartamenti 3+1 prej 94 metrash katror në kryeqytet.
Në vitin 2013, kohë kur merr edhe detyrën e saj si drejtoreshe e Akshit, e njëjta pron shihet e saj me 50% bashkëpronësi. 3 vite më vonë, ky apartament rivlerësohet në mbi 13 milion lekë ose 135.000 euro. Në të njëjtin vit, Karçanaj deklaron edhe blerjen e një apartamenti tjetër prej 136 metra shkatror në kryeqytet për një shumë prej 65.000 euro, ku 50% i përket bashkëshortit të saj Ertan Babarama. Po në vitin 2016, çifti blen edhe një apartament 60 metra katror në Qerret për 17.340 euro. Të dyja blerjet sipas deklaratave janë financuar nga kursimet ndër vite dhe pagat. Një vit më vonë, apartamenti i kryeqytetit i bler prej 65.000 eurosh, rivlerësohet në rreth 24.5 milion lek apo 240.000 euro. Në vitin 2022, Karçanaj bëhet pronare e vetme apartamenti 3+1 në Tiranë, me vlerën 135.000 euro, trashëgimi nga prindrit e saj dhe shton pasuri të tjera, apartamentin për 73.5 metra katror dhe një ullishte prej 1.500 metra shkatror, përmes trashëgimisë, pas specifikuar vendodhen dhe vlerën e saj. Kjo fundjavë festash dhe pushimi për qytetarët nuk pritet të jetë e tillë për politikën e vendit. Dy forcat kryesore politike kanë paralajmëruar aktivitete të rëndësishme që rikthejnë vëmendjen tek zhvillimet e brendshme dhe përplasjet në terren. Paraditën e së shtunës, Partia Socialiste mbledh në Lalës asamblen kombëtare ku në fokus do të jetë organizimi i brendshëm i partisë dhe ristrukturimi i saj në prag të sfidave të ardhshme politike. Në Asamblen Socialiste do diskutohet mbi zgjedhjet e reja në struktura drejtuese të degëve të kësaj force politike, si dhe përgatitja për zgjedhjet e ardhshme për pushtetin vendor. Ndërkohë, të dielën pasdite, në ditën e Sultan Novruzit, Partia Demokratike pritet të zbresë sërish në shesh me një protestë kombëtare kundër qeverisë, duke sinjalizuar vijimin e aksionit opozitar. Opozitarët kërkojnë rrëzimin e qeverisë, largimin e Edi Ramës nga detyra e kryeministrit dhe zgjedhje të lira e të ndershme. Partia Popullore Europiane ka paraqitur në Parlamentin Evropian një raport për Shqipërinë 2025, ku evidentohen problemet serioze në zgjedhje, drejtësi dhe qeverisje. Korrupsioni i nivelit të lartë mbetet shqetësim kryesor dhe theksohet se mungesa e reformave të thella rrezikon besueshmërinë e vendit në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Eurodeputetët bëjnë thirrje për masa urgjente dhe gjithëpërfshirëse. Partia Popullore Europiane ka dorëzuar në Parlamentin Evropian 26 amendamente në raportin e 2025-s për Shqipërinë, duke theksuar mangësitë në zgjedhje, drejtësi dhe qeverisje. Raporti propozuar në drejtimin e reporterit për Shqipërinë, Andreas Schieder, nxjerr në pa dështimet serioze të qeverisë shqiptare në fusha kyçe si zgjedhje, drejtësia, administrata dhe qeverisja. Raporti thekson se pa reforma të thella dhe të pakthyeshme, Shqipëria rrezikon të humbas besueshmërinë ndaj Bashkimit Evropian. Raporti nxjerr në pa përdorimin e gjerë të burimeve publike nga partia në pushtet, mungesën e kushteve të barabarta për opozitën dhe pretendime për blerje votash. Sipas dokumentit, mungesa e ndarjes së qartë midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake minon konkurrencën dhe besimin e qytetarëve. Eurodeputetët nënvizojnë rëndësinë e zbatimit vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe të pavarësisë së gjyqësorit. Korrupsioni në nivele të larta mbetet shqetësim kryesor, ndërsa SPAK duhet fuqizohet për të ndërtuar një histori të qartë hetimesh dhe dënimesh. Raporti kritikon qeverinë për informalitetin e lartë ekonomik dhe mungesën e efikasitetit në administrat, të cilat pengojnë mjedisin e biznesit dhe konkurrencën. Në qendër të vëmendjes është edhe Akshi, për mungesën e transparencës dhe kontrollit në prokurimet publike dhe infrastrukturën digjitale. Parlamentarët bëjnë thirrje për auditimet pavarura dhe mekanizma gjithëpërfshirës të kontrollit të investimeve dhe prokurimeve. PPE evidenton në raport përkeqësimin e lirisë së medias dhe presionin ekonomik mbi gazetarët. Në përfundim, eurodeputetët bëjnë thirrje për veprim të menjëhershëm nga autoritetet shqiptare, reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse, depolitizim të administratës, luftë të vendosur kundër korrupsionit dhe transparencë të plotë në prokurimet publike, duke paralajmëruar se perspektiva e Shqipërisë drejt BE-s mbetet në rrezik pa këtë ndërhyrje. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe deputetja Jorida Tabaku gjatë vizitës në Berlin kanë qenë pjesë e seancave dëgjimore të Komisionit për Çështjet Europiane në Komisionin për të Drejtat e Njeriut në Bundestag. Në njoftimin e shpërndar nga Partia Demokratike, thuhet se fokusi i interesit të deputetëve të Bundestagut ishin çështjet themelore si shteti ligjor dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pengimi i drejtësisë në rastin e Belinda Ballukut, zhvillimi ekonomik i vendit, qasja e re Rama Vučić mbi integrimin si dhe çështje të tjera. Bardhi dhe Tabaku ritheksuan mbështetjen e plot për procesin e integrimit të bazuar në merit
dhe në respektimin e standardeve europiane në vend. Ata theksuan se qeveria shqiptare në vend që të sigurojë standardet po bën hapa pas që e largon Shqipërinë nga Bashkimi Evropian. Korrupsioni dhe mungesa e barazdisë para ligjit vijojnë të jenë pengesa serioze, janë shprehur ata, duke theksuar se nuk ka plan B, ka vetëm një rrugë, Europën me standarde reale. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Staliani thotë se do të kandidojë për garën për kryetar të Partisë Demokratike në zgjedhjet e parashikuara më 23 maj. I ftuar në emisionin Kjo Javë në News 24, Staliani ngriti shqetësimin për mënyrën se si po organizohet procesi brenda partisë. Do të kandidoni për zgjedhjet për kryetar të Partisë Demokratike? Po, do të jem në garën për kryetar të Partisë Demokratike, pavarësisht se është përcaktuar data e zgjedhjeve që është 23 maj, por Partia Demokratike nuk ka përcaktuar siç duhet të jetë, përpara se sa të shpallen datat. Ju e dini që ka një parim që përpara se të dalin datat, dalin listat e votuesve, dalin rregullat për garusit, dalin apo përcaktohen kushtet e barabarta të garës, siç bën zgjedhjet e përgjithshme, që 6 muaj minimalisht përpara publikohet lista e votuesve për të parë se kush e ka emrin apo kush nuk e ka emrin dhe ku është qendra votimit. Dhe njëjtë gjë duhet të jetë në Partinë Demokratike për të shpallur listën e votuesve, për të shpallur rregullat e brendshme të garës, për të ndaluar, po themi, përfshirjen në fushat në rastin e qeverisjes është të strukturave shtetërore, në rastin e partive politike është të strukturës që paguhet nga taksat e qytetarëve nga buxheti i shtetit, koha e barabartë e garës, përgatitja e strukturës partisë për të përgatitur për gjithë kandidatët, infrastrukturën e domosdoshme për të fushatuar, për të bërë fushat në zgjedhje dhe kështu me radhë. Pra jemi në kushtet ku ka vetëm një datë dhe një shkelje kushtetutet. Qeveria do të rikthej bordin e transparencës për hidrokarburet. Vendimi për të rikthyer këtë bord vjen 2 ditë pasi kryeministri në takimin me furnizuesit e naftës tha se nuk ishte e nevojshme ngritja e tij pasi rritja e çmimit të naftës ka qenë e moderuar pas nisjes së konfliktit në lindjen e mesme. Ndërkohë në pikat e Pakicës çmimi i naftës sot tregtohet me 214 lekë litri. Me njëherë pas masave që qeveria e vendit fqinj Italia mori për të zbutur efektet e rritjes së çmimit të naftës, duket se qeveria shqiptare vendosi të veprojë, por me vonesë. 3 ditë pas takimit me furnizuesit e naftës, ku Edi Rama mohoi kategorikisht çdo rishikim të taksave të hidrokarbureve, çdo kompensim për qytetarët dhe ngritjen e bordit të transparencës, burimet thonë se tashmë qeveria po planifikon të marrë disa masa. Sipas burimeve për News 24, qeveria ka vendosur të rikthejë bordin e transparencës, që do të caktojë çmime tavan për hidrokarburet. Vendimi për ngritjen e bordit pritet të merret në mbledhjen e qeverisë javën që vjen. Ndërkohë në një mbledhje të zhvilluar vonë në mbrëmjen e 19 marsit, qeveria vendosi të ulë akcizën me 20%, nga 38.8 lekë për litër aktualisht. Ndryshimi i qëndrimit të qeverisë që nga refuzimi fillestar për të ngritur bordin e transparencës deri te vendimi për ta rikthyer erdhi pas rritjes së çmimit të naftës deri në 217 lekë litri brenda 24 orëve. Në mbledhjen e qeverisë janë përcaktuar edhe marzhet e fitimit për furnitorët e naftës, 3 lekë për tregtin me shumicë dhe 12 lekë për tregtin me pakicë. Në takimin me grosistët, përfaqësuesit e qeverisë argumentuan se rikthimi i bordit të transparencës nuk ishte i nevojshëm, pasi që nga përshkallëzimi i konfliktit në lindjen e mesme, rritja e çmimit ishte konsideruar e moderuar. Ndërkohë kërkesa për rishikimin e taksave u bë nga Konfindustria, duke vënë duke se çdo litër nafte mbart 4 taksa: akcizën, TVSH-n, taksën e karbonit dhe taksën e qarkullimit. Për herë të parë bordi i transparencës u ngrit gjatë krizës së luftës në Ukrainë në vitin 2022, duke vendosur çmim tavan për naftën dhe nën produktet e saj, për të frenuar abuzimet nga tregtarët e hidrokarbureve. Por duket se tani si shumë herë më parë, qeveria shqiptare vepron më shumë pas shembullit të fqinjve, sesa duke dëgjuar nevojat e qytetarëve dhe të grupeve të interesit vendor. Gazeta e njohur greke Kathimerini zbardh arsyet e takimit që ambasadori amerikane në Athinë zhvilloi disa ditë më parë me kryeministrin Edi Rama në Tiranë. I pyetur mbi këtë takim, kreu i qeverisë shqiptare tha se biseda u fokusua tek interesat amerikane në rajon duke përfshirë energjinë, bashkëpunimin rajonal,
dhe çështjet e sigurisë. Sot, Kathimerini raporton se bëhet fjalë për një investim greko-amerikan në sektorin minerar në Shqipëri. Sipas gazetës, grupi Aktor dhe kompania amerikane BNI Foundation nënshkruan një marrëveshje për kërkimin dhe shfrytëzimin e burimeve të nikelit dhe kobaltit, duke krijuar kështu një kompani të përbashkët me pronësi 51% për Aktor dhe 49% për BNI. Vlera e investimit mund të arrijë në 1 miliard euro dhe mbështetet kryesisht nga kapitali amerikan, duke përfshirë këshillimin teknik nga kompani me bazë në SBA. Projekti do të zhvillohet kryesisht në zonën e Bilishtit, zhvillim që lidhet edhe me vizitën e drejtuesit të Aktor në Tiranë, ku u takua me kryeministrin dhe ambasadoren. Bëjmë një shkëputje publicitare tani dhe rikthehemi sërish pas pak me të tjera zhvillime. Rikthehemi me të tjera lajme. Drejtori i burgut të Rogozhinës, Bilal Hasa, do të hetohet në gjendje të lirë. Ai u vetë dorëzua dje në policinë e Peqinit pasi u shpall në kërkim si pronar i 2 magazinave në fshatin Kurtaj të përshtatura si shtëpi bari. Në polici Hasa ka deklaruar se nuk ka lidhje me kultivimin dhe se magazinat ja ka lënë administrim të vëllait Romario Hasa, i cili u shpall në kërkim së bashku me 2 zyrtar të OSHE-s për zonën. Në pranga ra faturisti OSHE-s që nuk raportoi mbi faturimin e energjisë në magazina. Një ditë pas zbulimit të 2 magazinave me kanabis në fshatin Kurtaj të Peqinit, hetimi policisë ka zbuluar detajet e reja. Në 2 ambientet e përshtatura si shtëpi bari, bëhet e ditur se u gjetën 1105 bim kanabis. 2 magazinat rezultonin në pronësi të drejtorit të burgut të Rogozhinës Bilal Hasa, i cili pasi u shpall në kërkim nga policia, u vetë dorëzua mbrëmjen e dieshme në komisariatin e Peqinit. Pas dëshmisë së dhënë në polici, ai u lirua dhe do të hetohet në gjendje të lirë. Burimet konfirmojnë se Bilal Hasa tha se ai jeton në Elbasan dhe nuk ka asnjë lidhje me magazinat, pasi ato ja ka lënë në administrim të vëllait Romario Hasës. Ai ka paraqitur në polici edhe kontratat që rezultojnë në emër të vëllait, i shpallur tashmë në kërkim. Edhe i ati Bilal Hasës ka deklaruar se 2 ambientet ku gjet kanabisi i menaxhon Romario. Gjatë kohës që babe bir ndodheshin në polici, ata janë vënë në përgjim. Mësoj se Bilal Hasa i ka thënë të atit për të vllanë, ç'na bëri na shkatroi. Ndërkohë policia arrestoi këto të premte faturistin e OSHE-s Erion Dekovelli, i cili nuk ka informuar për mbi faturimin e energjisë në 2 magazinat ku kultivohej drogë. Edhe faturisti i OSHE-s i ka bërë të ditur policisë se kontratat për 2 magazinat i ka lidhur me Romario Hasën. Në kërkim nga policia u shpallën edhe 2 zyrtarët e OSHE-s për Peqinin, Ervis Maçi dhe Denis Elezi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës goditën infrastrukturën kibernetike të lidhur me Iranin duke sekuestruar 4 faqe interneti të përdorura për sulme dhe operacione psikologjike. 2 prej këtyre faqeve kishte vjedhur dokumente nga institucionet shtetërore shqiptare në shenjë hakmarrje për strehimin e opozitës iraniane MEK në Shqipëri. Shtetet e Bashkuara njoftuan se kanë ndërmarrë një operacion të rëndësishëm kundër infrastrukturës kibernetike të lidhur me Iranin, duke sekuestruar 4 faqe interneti të përdorura për sulme dhe operacione psikologjike. Shqipëria përmendet drejt për drejt në këtë aksion, pasi institucionet e saj kishin qenë më herët shënjestër e sulmeve dhe publikimit të të dhënave në disa prej këtyre rrjeteve, për shkak se Shqipëria ka strehuar në territorin e saj anëtar të opozitës iraniane në mërgjem MEK. Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi se domenet e sekuestruara, të tilla si justicehomeland.org, handala.hack.to, Karmabelio 80 dhe handala redwanted.to ishin të lidhura me Ministrinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Iranit. Këto platforma janë përdorur për sulme kibernetike, shpërndarje të dhënave të vjedhura dhe nxitje të dhunës ndaj kundërshtarëve të regjimit iranian. Sipas autoriteteve amerikane, këto faqe shërbenin edhe si mjete për operacione psikologjike, duke përdorur të dhënat e vjedhura përmes hakerimit. Shpërndarja e ideologjisë terroriste në hapësirën kibernetike është një kërcënim i drejtpërdrejt për sigurinë tonë kombëtare. Zyra e prokurorit të SBA-s është e përkushtuar të bashkëpunojë me partnerët tanë të zbatimit të ligjit për të identifikuar kërcënimet, për t'i aktivizuar dhe për t'i ndëshkuar autorët e tyre, deklaroi Kelly O'Hayes, prokurore e SBA-s për distriktin e Marylandit.
Hetimet e FBI-s zbuluan se rrjeti nuk kufizoi vetëm në publikime online. Autoritetet amerikane konfirmuan se 2 nga domenet e sekuestruara janë përdorur për të publikuar dokumente të vjedhura nga institucionet shtetërore shqiptare. Sulmet ndaj Shqipërisë besohet se lidhen drejt për drejt me faktin se Shqipëria priti në territorin e saj grupin opozitar iranian MEK, i cili ka bërë thirrje për rrëzimin e regjimit në Teheran. FBI bëri të ditur se hetimet vazhdojnë dhe paralajmëroi se të gjithë personat e përfshirë në këto aktivitete do të identifikohen dhe do të përballen me drejtësinë. Kryeministri izraelit Netanyahu mbajti konferencën e parë për shtyp që nga fillimi i luftës duke u përpjekur të jap fund spekullimeve në rrjetet sociale se ai mund të ishte vrarë nga sulmet iraniane. Izraeli është i përqendruar në 3 qëllime në këtë ofensivë ushtarake: shkatrimin e programit bërthamor të Iranit, shkatrimin e programit të raketave balistike të Iranit dhe krimin e kushteve që i lejojnë popullit iranian të marrë fatin e tij në duart e veta, theksoi Netanyahu. Në ditën e 20 të sulmeve amerikano-izraelite kundër Iranit, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mbajti konferencën e parë për shtyp që nga fillimi i luftës, duke përpjekur që t'i jap fund spekullimeve në rrjetet sociale se ai mund të ishte vrarë nga sulmet iraniane. First of all, I just want to say I'm alive. Ai nisi konferencën duke thënë se është gjallë dhe se lajmet në rrjetet sociale për të se mund të kishte vdekur ishin të pavërteta. Kreu i ekzekutivit të Izraelit prezantoi 3 pikat kryesore ku është i fokusuar vendi i tij. Izraeli është i përqendruar në 3 qëllime në këto ofensivë ushtarake: shkatërimin e programit bërthamor të Iranit, shkatërimin e programit të raketeve balistike të Iranit dhe krijimin e kushteve që lejojnë popullit iranian të marrë fatin e tij në duart e veta. Netanyahu mbrojti fushatën e Izraelit dhe SBA-s kundër Iranit, duke thënë se sulmet ajrore kanë shkatëruar kryesisht kapacitetin e Iranit për të pasuruar uranium ose për të prodhuar raketa balistike. Netanyahu deklaroi: "Ne po fitojmë dhe Irani po shkatërrohet", duke theksuar shkatërrimin e vazhdueshëm të objekteve të prodhimit të raketave dhe armëve bërthamore. Ai mohoi se Donald Trump ishte tërhequr në luftë nga Izraeli. A mendon vërtet dikush se mund t'i tregojmë presidentit Trump se çfarë duhet të bëj, tha kryeministri izraelit, duke shtuar: "Unë nuk kam mashtruar askënd." Netanyahu deklaroi gjithashtu se Izraeli veproi vetëm në sulmin ndaj fushës së gazit të Iranit në Parsin Jugor, megjithse nuk foli nëse e kishte njoftuar paraprakisht presidentin Trump për këtë sulm. Netanyahu gjithashtu tha se lufta do të zgjas për aq kohë sa të jetë nevojshme, duke shtuar: "Ne do t'i shtypim plotësisht ato, të gjitha këto aftësi." Zëdhënësi i Gardës Revolucionare para ushtarake të Iranit këmbguli të premten se Teherani po prodhonte sërish raketa, duke kërkuar të kundërshtonte pretendimin e bërë nga kryeministri izraelit Netanyahu se Irani nuk e kishte më këtë mundësi. Një sportist iranian u ekzekutua me varje nga autoritetet në Teheran pasi u shpall fajtor për pjesëmarrje në protestat e janarit në këtë vend. 19 vjeçari, i cili konsiderohej një sportist i talentuar në mundje, u ekzekutua bashkë me 2 të tjerë. Amnesty International dënoi ekzekutimin duke theksuar se të akuzuarit u torturuan për të pranuar akuzat. Regjimi iranian ekzekutoi me varje publike 19 vjeçarin mundës Saleh Mohammadi, i cili ishte arrestuar gjatë protestave të janarit së bashku me 2 të rinj të tjerë. Sipas mediave iraniane, Saleh Mohammadi u akuzua së bashku me 2 të tjerë për vrasjen e 2 policëve me thika dhe shpata gjatë protestave. Megjithatë, organizatat për të drejtat e njeriut denoncuan se Mohammadi, konsideruar si një talent në ngritje në sportin e mundjes, ishte torturuar për të pranuar akuzën e rëndë të armiqësisë ndaj Zotit. Ekzekutimi i tij ishte një vrasje e hapur politike, pjesë e modelit të Republikës Islamike për të vënë në shënjestër sportistët me qëllim shtypjen e kundërshtimit dhe friksimin e shoqërisë, theksuan grupet për të drejtat e njeriut. Organizata ndërkombëtare Amnesty International dënoi ekzekutimet duke theksuar se të akuzuarve nuk ju ishte garantuar mbrojtje e mjaftueshme ligjore. Gjatë protestave anti-qeveritare që nisën në dhjetor të vitit kaluar, u vranë mijëra njerëz sipas grupeve të drejtave të njeriut.
Universiteti i Luarasi mori pjesë në panairin Work and Study në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, ku prezantoi programet akademike dhe mundësitë për zhvillim profesional. Në ditën e dytë të panairit u shënua një interes i lartë i nxënësve, duke e kthyer pjesëmarrjen në një sukses të dukshëm për universitetin. Universiteti Luarasi po merr pjesë në panairin Work and Study, i cili po zhvillohet në ambientet e Pallatit të Kongreseve në Tiranë, një nga ngjarjet më të rëndësishme që lidh arsimin me tregun e punës. Në ditën e dytë të panairit, interesi i nxënësve ka qenë veçanërisht i lartë, duke shënuar një sukses të madh për Universitetin Luarasi. Të shumt kanë qenë maturantët që janë drejtuar drejt stendës së universitetit për t'u njohur më nga afër me programet dhe për ta përzgjedhur atë si një nga opsionet kryesore për studimet e tyre të ardhshme. Në këtë panair, Universiteti Luarasi prezanton programet e tij akademike bashkëkohore të ndërtuara në përputhje me kërkesat e tregut dhe të orientuara drejt zhvillimit profesional të studentëve. Vizitorët kanë mundësinë të njihen nga afër me ofertën akademike, stafin pedagogjik dhe mundësitë konkrete për karrierë që universiteti ofron. Në fakt është realisht një krenarie veçantë duke marrë pjesë në panelet Work and Study, të cilat përmbyllen me fazën finale, siç është dita e fundit sot tek stenda ku jemi prezent tek Universiteti Luarasi në Pallatin e Kongreseve. Ka qenë një panair që ka zgjatur në të gjitha qytetet e Republikës së Shqipërisë, ku ne kemi qenë prezent për shpalosur ofertën tonë akademike, për treguar vlerat tona, për treguar programet të studimit që ofron Universiteti Luarasi, ato në gjuhën shqipe dhe ato në gjuhën angleze, në bashkëpunim me LSE-n. Është për të theksuar që kemi vëre një interes të shtuar të studentëve kundrejt viteve të mëparshme. Kjo për arsye se tashmë Universiteti Luarasi është konsoliduar si një universitet jo publik në arsimin e lartë dhe çdo vit duke që kemi tendencë rritëse për sa i përket shtimit interesit, regjistrimit të maturantëve apo para regjistrimeve të cilat sapo kanë filluar. Dhe në këto panaire kemi pasur mundësinë që të bashkëbisedojmë me studentët në kuadrin e këshillimit të karrierës për të ndërtuar mendime, opinione dhe rrugtime të përbashkëta për programet të cilat ofron Universiteti Luarasi. Përfaqësuesit e Universitetit Luarasi janë të pranishëm gjatë gjithë panairit për të ofruar informacion të detajuar, këshillim individual dhe për të ndarë eksperjenca mbi jetën universitare dhe mundësitë që ofron institucioni. Shkojmë tani në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi pas pak në programin e drekës.